Dita verës duket se nuk është zgjedhur nga shkodranët për ta kaluar në pikat turistike të Malit të Zi. Situata në pikën e kalimit të Moriçanit duke e qetë, ndërsa fluksi automjeteve ishte i ulët. Sipas autoriteteve doganore, lëvizjet më të larta ishin në dalje të territorit shqiptar. Megjithëse ditë pushimit, situata duket e qetë këtu në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Kjo si shkak ndoshta edhe të motit të paqëndrueshëm. Kryesisht fluksi më i lartë është në dalje të territorit shqiptar. Ka një 5 minuta që po presim, shërbimi ndërgona shumë i mirë, shumë i rregullt. Unë udhëheq një firmë ndërtimi të Malin e Zi. Jemi shumë të kënaqur, shumë në rregull. Faleminderit. Unë jam nga Slovenia, kam udhëtuar nga Italia dhe kam ardhur në Shqipëri me traget në Durrës, qëndrova në Shkodër, tani do udhëtoj drejt Malit të Zi. Turkish. Jemi nga Turqia, kemi zgjedhur të udhëtojmë drejt Malit të Zi, do të shkojmë në Kotor dhe do të qëndrojmë atje disa ditë. Gjatë 24 orëve të fundit përmes kësaj pike, kanë kaluar rreth 6.000 persona me 2.180 automjete. Lëvizjet më të larta janë regjistruar në dalje të territorit shqiptar, ku kanë ndalur rreth 3.700 persona, ndërsa kanë hyrë 2.200 persona. Aktualisht po punohet me 4 sportele, 2 në hyrje dhe 2 në dalje.